Bismillah. Përshëndetje nga kuzhina e Jerit, sot kam vendosur përgatit bukë të holla me hudhër, sikurse në restorante kur shkoni pra edhe i keni qef që ja uqesin mas pari në tavolin, mbasi që keni bo porosin ju vinë që të bukë të holla me hudhër. Krejt që kana nevojit prej përberzve janë 600 gram me miell, 500 gram kvark ose kos të trosh, 2 vezë, një lugë të mesme me peciv për ndryshe plur për pjekje, një lugë të mesme plot me krip, vaj ulliri, 50 ml, 50 ml ujtë nxehtë dval. Masanina na nevojitin 7-8 thelbi hudhër i kemi ndryrë kështu, edhe një lugë të qajt me magdanoz të tjerër, një lugë të qajt me borzilok të tjerër, pak biber të zi me mojë të gishtave, si dhe 70 ml me vaj ulliri. Bismillah, fillojna me përgatitjen e brumit. Në një enë të thellë, shtojna spari 2 vezë të pluta, plurin për pjekje për ndryshe peciven, vajin e ullirit, ujin e nxehtë val, edhe 500 gram kvark për ndryshe kos të trosh ose të kullum nëse keni. I përzina të gjithë përbersit që i kun përmend me tel të dorës. Pasi që i kemi përzit të gjithë përbersit në tel të dorës, ta shkujna duke shtu miellin. Një herë e përzina miellin me lugë, mandej e ngjeshim si gjithmonë me dorë. Bukë të shpejta, bukë që s'keni nevojë me lan as me u dyfishu, as me ardhë për ndryshe brumi, që ju kënaqin bashkë. Këto 600 gram miell pra mbesin edhe për dros të kuzhinës. Nëse i qetni pra kos më të hollë, normal që ju shkon krejt 600 gram, nëse i qetni kështu si unë në kvark, më trosh, ju mbet edhe për dros të kuzhinës. Tash e ngjeshim brumin. E ngjeshim pra brumin me dorë. Një brum i butë, një brum elastik. Mandej e ndojna në kuleq. Brumin e ndojna pra në 4 kuleq. E rrokullisim. Shtojnë pak miell. E kemi rrokullisë dhe kuleq, tash të përgatitim hudhërën që kemi lyp bukë të nxehta për mi. I përzina gjithë përberset në një pjatë, vajin e ullirit, magdanozin, borzilokun edhe pak biber të zi, po ashtu thelbi të hudhërës edhe i lajna hazër onash. Sepse bukë duhet me u lyp nxehta me njëherë si t'i hikun prej furrës. Tashti me njëherë e morëm të hollusën edhe i të hollojna bukt me të hollusë. Furrën e kom shu më nxehtë temperaturë 220 gradë që t'jetë më parë pra e nxehur.
Nuk I qesim pra në tepsi, por mi tel të furrës që është, veç e qesim letrën për pjekje. Ju pra me tepsi. Ne këtë masi pra e të lojna edhe bukt e holla. Ta shë morëm një thik, edhe veç ja bojna qështu do vija. Jo mi prej deri në fund, por qështu për mi jo ranojna me thik, ja bojna vijat. Se kurse baklavën që kanë prej të një herë, ashtu ja bojna edhe këto vijat. Edhe me njëherë e fusim bukën pra me u pjek në furrën e nxehur, temperaturë 220 gradë. Derisa të pjeket buka e parë, shkojna duke I shtrimet ose 4 kuleqt, sikurse kuloqen e parë. Duke I shtri, duke I prej qështu me thik, edhe duke I fut me njëherë në furrën e nxehur. E kemi hek bukën prej furrës, e shefni se është fry. Këto normal tash të shfryen, janë nxehta. Veç sa I kom hek prej furrës, pra I kom pjek. Temperaturë 220 gradë për 15 minuta. Me njerë e lyna për mi me vaj ulliri, me hudhër, barzilak, pak pipertezi edhe pak naktanaz. Sa të mira bohen, o mashallah, të kënaqen. Pak mos të nxehtë, ose një salat me përgatit që ka dënë më mirë. E kemi hek edhe bukën tjetër prej furrës, po ashtu në temperaturë 220 gradë për 15 minuta. Shefni se ulen pra, shfryhen të bukt o dalen perfekt. Ta shpjekun gjitha pra për 15 minuta, duke I lytë nxehta. Edhe bukën e fundit e kemi hek prej furrës, ku e kemi pjek pra për 15 minuta, sikurse të 3 bukët e tjera. E shefni që shyn pa luk të bukurushët, veç e kemi mbulu me një salvet. Pra, pastërt, edhe kanë mjau kënaq luçkën e barkut. Ja vlen të provani se cila motër. Super të shëshme, çka shkon tjetër pos ose mos të nxehtë që kom përgatit, e shihni këtu me ngjyka pak, ose përgatitni po ashtu edhe një salat me domate, kastroveca, qep të kuq ose të bardha, pak vaj, pak vaj ulliri pra, pak ufull, edhe kam ju kënaq. Mundeni me qitë edhe pak djath. Cili restorant ja u kënaq barkun si dura e juve. Asnjë në botë që ekziston sikurse dura juve që përgatitin vetë. Motra të dashur, vllazën të dashur, nëse I përgatitni, ju bëfshin mirë, ju lumshin duart. Faleminderit për përkrahen që ma bëni komentet e bukura e deri në recetën e radhës nga kuzhina e Nerit. Ju them miru pofshim.